Një vakt i thjesht, tradicional, shumë e mirë, që thash. Të dashur ndjekës, sot do bëj një gatim shumë thjesht, gatim shqiptar, tamam. Kjo supë do patjetër që të bëhet o me long mishi o me long pule. Ne do bëj kam i gjoks pule, e kam zi si gjithmonë. Unë i zi pak më përpara, ja, kur blej pulën e hej gjoksin veçantë dhe përgatis 2 gatime me një pulë. Tash i mor tenxhere, e myll longun të ri i ngrohtë, 2 filxhon kafe me oriz, se do t'jetë pak orizi i plot në këtë. Ne zakonisht në Tiranë e quajmë këtë çorbë, nuk e themi supë. Do t'i hedh ujë të ftohtë që orizi të zbutet shpejt, 400 ml ujë. Nuk do t'i hudhim kryp pa mor val asnjëherë, se ajo merr era si era klor, gjithmonë do kur të mori val, do t'i hudhim dhe krypën dhe një 2 luk me ynyrë. Ashtu që mori val orizi, do t'i hudhim krypën, gjithmonë krypa duhet jemi të rezervum, se ka dhe longu, kur e përdor me long mishi, ose pule, po i hudhi luk vojullini për t'u zbut, për t'u bë si pel të orizi. Ashtu e lejmë dhe një 5-6 minuta të zi mirë orizi, njëkohësisht të ngeli një gisht në fund, uji që i kemi hudh për të vazhdu me longun e pulës. Orizi e ka përthith uji. Unë du që të bëhet pak e lidhme dhe kokra orizit të mos duket. Ashtu do të vazhdoj me longun e gjoksit. Tash i zi me flak mesatare, që të shpërthej gjithë orizi, deri sa filloj të mpikse, 3-4 gisht më poshtë. Copat i po i pres 4 ore, në mënyrë që të vinë pak të plota në gojë, për t'i dhënë dhe shije. Çorba është bë pak kremoze, nuk është e ka përfundu komplet, orizi ka zi si që duhet, dhe nëse nuk ka zi mirë, që të bëhet pak më kremoze, tu e shtyp pak me luk druni, unë mora një luk të zakonshme sot. Do t'i hudhim copat e gjoksit, pulës, a kraq qofshin a çfardo lloj mishi. I lejmë 3-4 minuta me gjoksin, i hudhim pak, se kjo supë vetëm piperin e zi, ka të përshtatshme. Derdh luga, po unë prapë shtova i tjetër, po e hudh këtu se me pak ujë të ftohtë e shton, edhe me gjysmë limoni. Pastaj kush dëshiron mund t'i hedhë dhe sipër, po fillimisht do pak. Ja, kjo hudhet gjithmonë 5-6 minuta përpara se të përfundoj çorba. Nuk e pranon majdanozin, nona jo nuk i hudhte, kush e dëshiron le ta bëj. E lejmë të trashet pak. Ashtu çorba është bë siç duhet, pak piperi i zi i mungon, edhe do t'i vej pak t'lynin sipër që i jep lezetin, se nuk e ka ynyrën siç duhet, rreth 1 lug ynyri kam hudh. E largoj dhe mere me tretjen e t'lynit. Do t'i hudhim gjithmonë vaj, unë përdor gjithmonë vaj e t'lyn. Gjithmonë t'lyni hedh pak më pak, i mirë është, as ka ku t'shkoj, po ja 1 lug çaj, për t'u bë më e shishme, kjo ynyrë që unë pregatita me vaj edhe me ashtu, do t'i hedh mojt gishtave pak pudër milli, a i jep shumë shije dhe bë shumë të këndshme, aromën e t'lynit e përforcon shumë. Po gjithmonë t'lyni pa kriju atë ngjyrën bezh dhe pa u ni aroma në shtëpi, mos e hudhni, se i tjetërson shijen.
për mu receta është e përfundume, neve na bëft mirë.